Situata dramatike me përmbytjet nga Durrësi, në Vlorë, në Lezhë, në shumë qytete të tjera nuk është një tek e motit, por është dëshmi e qartë se qeveria shqiptare ka dështuar për të menaxhuar situatën me përmbytjet. Është një dëshmi e qartë e mungesës së dorës së shtetit. Fatkeqësisht Shqipëria digjet në verë e përmbytet në dimër vetëm si rezultat i menaxhimit të kësaj situate, i parandalimit të kësaj situate. Emergjenca civile, infrastruktura e nevojshme, mbështetëse, ujitja dhe kullimi, marrja e masave, që kjo të mos kthehet në një fenomen që duhet patjetër menaxhuar, po të parandalohet, janë jashtëzakonisht të nevojshme. Shikoni çfarë ndodh me buxhetin. Çdo vit buxheti për ujitjen dhe kullimin është pothuajse 1%, më pak se 1% i produktit të brendshëm bruto. Ndërkohë që buxheti për kontratat koncesionare, korruptive, mos harrojmë që janë korruptive, është pothuajse sa 50% i produktit të brendshëm bruto. Kjo nuk është diçka e rastit që ndodh, po kjo është një vullnet politik për të mos u fokusuar, për të ngritur një sistem i cili fatkeqësisht nuk parandalon, po menaxhon rast pas rasti dhe për të mos u fokusuar tek nevojat e qytetarëve, shumicës qytetarëve, po për të marrë sigurisht me thelbin e gjërave që kjo qeveri mendon se janë të rëndësishme. Në morinë e VKM-ve që kanë bërë, nuk është gjetur koha të bëjnë vendimet Këshillit Ministrave për një ligj që është miratuar para 3 viteve. Ligji i emergjencave civile, edhe ndërkohë që flasim, nuk ka aktet nënligjore shoqëruese për ta zbatuar atë të plot. Shqipëria ka nevojë për të ngritur një sistem parandalues, për ta menaxhuar këtë situatë me efektivitet, për të hartuar një strategji kombëtare për përmbytjet, por nga ana tjetër edhe për të angazhuar një buxhet të nevojshëm për ta kthyer si përmbytjen, ashtu edhe zjarrin dhe fatkeqësinë natyrore dhe çdo gjë që të ndodh në një sistem parandalues të plot dhe jo në marrjen e masave kur kjo ndodh. Sot bizneset, jeta, familjet, edhe shtëpitë e qytetarëve janë më shirtë fatit vetëm si rezultat i këtij menaxhimi.